Hetimet që po zhvillohen ndaj anëtarëve të burgut Drenov në Korçë, të cilët lejuan futjen e modeles kosovare Ziza Pajaziti për takim special me të dënuarin me burg për jetë Laert Haxhiu, kanë nxjerrë në dritë edhe një fakt domethënës. Një muaj më parë, Prokuroria e Korçës administroi në dosjen e timore një dokument nga drejtoria e burgut të Drenovës që tregonte se Ziza Pajaziti ka qenë bashkëjetuese me Laert Haxhiun gjatë kohës kur ai ka qenë jashtë ambienteve të burgut. Dokumenti është një deklaratë notariale që ka vlerë juridike dhe është dorëzuar pak kohë më parë në drejtorinë e burgut Drenov e më pas është administruar nga Prokuroria e Korçës. Përmes këtij dokumenti, Ziza Pajaziti ka pretenduar se ka hyrë në burg si bashkëjetuese e Laert Haxhiut, gjë e cila ligjërisht është e lejueshme. Ky fakt mund të sjellë në të ardhmen pushimin e çështjes penale ndaj ish drejtorit të burgut Fation Fasho dhe i shefit të policisë së këtij burgu, Sokol Kaçoli. Ndërkohë vetë modelja kosovare Ziza Pajaziti, e cila në 2025 u përfshi në skandalin e hyrjes së vajzave VIP në burgjet e sigurisë së lartë, prej më shumë se një viti nuk është arritur të gjendet nga policia dhe Prokuroria e Korçës. Ziza Pajaziti ishte një ndër vajzat VIP, e cila në 12 qershor 2025 arriti të futet në burgun e sigurisë së lartë Drenov për të marrë një takim special me Laert Haxhiun, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen në lushnjë të Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës. Në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria e Korçës prej gati 3 muaj ka kërkuar të marrë në pyetje modelen kosovare Ziza Pajaziti me qëllim sqarimin e rrethanave të futjes së saj në burg si gruaja e të dënuarit përjet Vladimir Kurti, por në fakt ajo ka zhvilluar takim me Laert Haxhiun. Prokuroria e Korçës, që po ndjek rastin në fjalë, ka kërkuar informacion Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi vendodhjen e adresës së banimit në Tiranë të Ziza Pajazitit me qëllim dërgimin e fletëthirrjes për të paraqitur me qëllim marrje në pyetje të saj. Shkruan Anton Qyno për syri.net. Deri në këtë fazë asnjë person nuk është marrë i pandehur për shpërdorim detyre dhe futjes në burgje të vajzave, të cilat marrin takime speciale me të dënuar me burgim të përjetshëm. Kallëzimi që inicioi këtë çështje është depozituar nga Prokuroria e Korçës nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila kërkoi ndjekjen penale për shpërdorim detyre. Ai ish drejtori të burgut Drenov Fation Fasho dhe i shefit të policisë së këtij burgu, Sokol Kaçoli.